edhe bashorti ka qenë krahim. Mbështetja më e madhe për bashortit është mos me të bëj pengesa, mos me të ndalu dikont, pse jo që ndoshta do ta themi që pas ka drejt me ndalu, por prapse kur jeton me dikant, atëherë vendimet bëhen bashkërisht, bëhen të përbashkëta, sepse nuk është qëllimi që ta prishësh një diçka tjetër për të kriju diçka tjetër. Është qëllimi që ta mbajmë një balancë, patjetër nuk je vetëm, dhe vendimet nuk merren vetëm. Domethënë, edhe pse ti je shumë e pjekur dhe vendime mundesh me marrë shumë të shëndosha, po prapse për atë quhet bashkëshort, sepse bashkëndan jetën, i bashkëndan obligime dhe diçka nëse i kish penguar ti, do të me mendu mirë, qysh kena me bo në një mes, i cili edhe atë nuk ka me prek edhe vetë. Shumë e vërtetë. Për atë arsye mundohem me gjetë një mes të artë, gjithashtu edhe vjerën e kom pas për kraje shumë të madhe, dhe ai ka qenë një profesor i filozofisë, ka qenë gati se një mentor i imi gjatë punimeve të mia shkencore, të në kohën e kom pas një mbështetje të madhe. Nuk është i lehtë, është rrugtimi i gjatë, ky rrugtimi im është një rrugë e gjatë cilën e kam zgjedhur, por thash me njerëzit e duhur, kom pas fat që rrethona me njerëzit mirë, edhe me miq të mirë, edhe me gjithçka. Nuk e di, ndoshta energjia pozitive i afron rreth vetes vetëm njerëzit e mirë. Unë do doja shumë ta diskutoja situatën e të qenurit karrieristën, këtë rast për të ndjekur atë anën profesionale, gjithmonë për të ngritur profesionalisht, por gjithsesi në anën tjetër ne si gra kemi edhe obligime tjera, të cilat normalisht edhe pse janë të përbashkëta me bashkëshortët tanë, gruaja gjithmonë e ka një dozë pak më të shtuar, sa i përket rritjes fëmijëve, kujdesit, edhe shumë çka tjetër. E përmende që shumë moshtri, edhe e bërë nën, edhe ke kriju familje, kështu që ti nuk je ndalë asë në një moment për të vazhdu atë që ti ke dëshiru nga jeta jote profesionale. Po, vërtet është që shumë e vështirë, por ne gratë kemi atë pjesën emocionale cila na plotson kur kënaqet familja. Po. Edhe nëse familja nuk është e kënaqur, edhe nëse arrin majat e suksesit tënd, ti nuk mundesh me pas kënaqësinë e plotë. Unë vazhdoj ditën, i marr fëmijët, i çoj në shkollë, shkojnë punë, kthehem për punë dhe në shtëpi, unë nuk jam profesoresh, unë nuk jam politikane, unë jam një nanë, një bashorte devotshme. Përgatis ushqimin edhe i bëj gjitha gjanat që duhet mi bë, që këta mos me ndjej mungesën e nanës edhe e personit unifikues në shtëpi, sepse na deshtëm ose nuk deshtëm, na jemi qendra e shoqërisë. Gjithçka sillet rreth neve, bashorti, nana, familja, shoqëria, çdo gjë. Me thonë, është shumë gabim kjo që ne kërkojmë me qenë edhe më qendër e vëmendjes, sepse ne jemi qendër e vëmendjes. Deshtëm ose nuk deshtëm. Për atë arsye, çdo ngritje e qendrës së shoqërisë ose gruas në këtë rast, është një ngritje shoqërore e jona. Përfiton shoqëria. Po patjetër. Do me thonë, e çdo ulje e saj degradon shoqëria. Për atë arsye, ne kemi rolin qendror dhe në asnjë mënyrë nuk mundemi mu largu pikë këtij roli. Natyra na e ka përcaktuar dhe shpresoj që ti shërbej me devotshmëri, si familje, si karrierë, si shoqërisë, edhe çdo fushë.